Unë kam dëgjuar jo një, po disa, kështu që nuk është se disa fjera që mbajnë luan? Që mbajnë luan tigër, po deshet ju, kështu që nuk është se është një angë edhe gjalpëri, po deshet ju kobra e kështu me radhë. Çfarë Që thua? nuk është një gjë e re që në Fierë, në Shqipëri dhe kudo ka kafshë të kësaj natyre. Po si ka mundësi? Nuk kanë frikë avokatëve edhe komshinët, nuk kanë frikë nga kur shohin një komshi i cili ka një kafshë të tillë. Flori, do të ke parasysh, legjislacioni ynë është e ka rreptësisht, e ka qartësisht të përcaktuar, madje është forcuar akoma në vitin 2019 ligji penal për kafshët. Dhe në këtë kuptim them që këto kafshët të cilat e egra që cilësohen këto, ka një protokoll të veçantë në mbajtjen e tyre dhe duhet të mbikëqyren patjetër në kapazet e hekurt dhe këto do të kontrollohen patjetër nga policia apo nga shërbimet e policisë, të cilët sepse këto rrezikojnë jetën e këto lloj kafshësh, rrezikojnë jetën e qytetarëve. Ki parasysh diçka, ashtu siç kemi ndërtuar ligjin penal për përgjegjësinë e personave ndaj kafshëve, sepse është rregulluar dhe ligji, persona që dhunojnë kafshët e kështu me radhë kanë një përgjegjësi penale që shkon deri në 10 vite burg, po deshet ju, por edhe ata persona të cilët mbajnë kafshë të egra dhe i lën ato të lirë, si në rastin konkret, kanë një përgjegjësi penale ndaj përpara ligjit. Kështu që parashikohet nga plagosja e rëndë deri në vrasje me paramendim. Kështu që është një diçka shumë e rëndë kjo që ka ndodhur nga pikpamja penale. Unë e kuptoj që shqiptarët pra ju thoni, personi në fjalë mund të marrë nga, ose personi i cili ka kafshën mund të marrë nga gjob deri në burgim. Shiko, personi tash varet nga plagosja, mënyra e plagosjes, sepse kjo hynte papërgjegjshmëria ose hynte neglizhenca e personit ndaj një krimi të caktuar. Dhe neglizhenca varet si në rast konkret, po ka edhe neglizhencë dhe cila shkakton edhe vdekje, dhe në momentet të cilat që shkakton një plagosje të rëndë të personit, por deri në vdekje, atëherë ai që administron kafshën, pra që mbikëqyr kafshën dhe ka në pronësi e vet, ai përgjigjet penalisht kur ta ketë